Por njëjtë si në email, atë kohë drejtori i LDK-s për urbanizëm në Fushë Kosovë, para Yll Zogjani, nuk u përgjigj as para kamerës. Për çështjen e 300 metra katror, ju kena nis email, s'di nëse ju kujtohet për 300 metra katror në lagjën Dardania. Me çështje keni trajtuar. Çështje që lidhet me kadastrin, Jo, kadastri po jo, është çështje që ja keni aplikën komunale. A ka të bëjë me pronën e fletën procedurse? Po, edhe çështje keni trajtuar rastin. Jam kompetent unë. Jo, është kompetent drejtoria e urbanizmit, çështje keni trajtuar për me jap leje ndërtimore. Ja, pronës kadastrit gjeodezik. Okej, atë këshyëm si emailin? Po s'ka lidhje që emailin, se emailin e përpilante. Është një parcel, sa është sipërfaqja e trajtuar për leje ndërtimi edhe koeficientin me atribut. Kopjen e planit, fletën poseduese dhe dëshmi që këto janë bashkangjit kur është aprovuar leja e ndërtimit. Në operatin kadastral. Kush e aprovon lejen e ndërtimit? Drejtoria e urbanizmit. Ja, në çfarë po bujna? Domthon, a janë bashkangjit këto kur është aprovuar leja e ndërtimit? Tani kështu kush është shkruar se lanës, unë shkruaj se. Ju jeni drejtor, na ju japim informacione për juve po kërkojnë as. Është çështje transore që ka të bëjë me fletë poseduese, kopje plan. Drejtor, nuk ka të bëjë me çështje proceduese, ka të bëjë me aprovimin e lejes së ndërtimit. Dëshmi që janë bashkangjitur kur është aprovuar leja e ndërtimit. Çit informacion do të na jap drejtoria e urbanizmit. Na këtë këna me siguruar edhe përmes agjencisë për informim dhe privatësi. Kërkesë për çështje dokumentat. E kena bëmëre që kjo është, e kanë edhe zëdhënësi edhe stafi tjetër, edhe ju jeni një email. Po jo pse s'po na e ktheni. Se aprovon drejtoria administratës, s'ka problem. Mo drejtoria juve ju kërkoj, kjo obligon ju më na jap. Po unë nuk jam kompetent me vlerësu çka do të më dhon, çka do të mos më dhon. Ti si drejtor si je kompetent, ha?